Berati është qyteti shqiptar që nuk po tërheq vetëm vëmendjen e turistëve, 1 milion e vizituan sezonin e kaluar, por ka rrëmbyer edhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare duke u prezantuar si një nga destinacionet më tërheqëse në Shqipëri, i vendosur tashmë në hartën globale të turizmit. Berati në sytë e mediave prestigjioze ndërkombëtare si Time Magazine e përshkruan atë si një qytet që ofron një përzierje të trashëgimisë kulturore dhe mikpritjes. Artikulli thekson rëndësinë historike të qytetit, pasurinë e tij arkitektonike me kisha bizantine, xhami dhe kalan shekullore. Le Monde ka raportuar për transformimin e Shqipërisë përmes turizmit masiv, duke përmendur Beratin si një nga qytetet që përfiton nga ky zhvillim, thekson rritjen e numrit të vizitorëve dhe përmirësimin e infrastrukturës turistike në qytet. The Sun e ka përfshirë Shqipërinë në listën e destinacioneve të reja për pushime, duke përmendur Beratin si një qytet me çmime të përballueshme dhe atraksione kulturore dhe të pasura. Gjithashtu, The Sun thekson se qyteti është vetëm 3 orë larg nga Mbretëria e Bashkuar dhe ofron një alternativë ekonomike ndaj destinacioneve tradicionale. Condé Nast Traveler paralelizon shtëpitë e bardha, karakteristikat e Beratit me ato blu të Pulias dhe sigurisht sugjeron lexuesit e saj të vizitojnë qytetin 2400 vjeçar si një destinacion must. Lonely Planet, pavarësisht se tani është një qendër e madhe për turizmin në Shqipëri, Berati ka arritur të mbajë sharmin e vet dhe atmosferën miqësore. Slow Travel e këshillon çdo udhëtar të botës të kalojë të paktën 3 net në Berat, rendit gjithçka që mund të bëjë në këtë qytet pa harruar rikthimin në të. El Pais e ka cilësuar Beratin si një xhavahir të Ballkanit që duhet zbuluar. Revista prestigjioze franceze e verës, La Revue du Vin de France, ka vlerësuar verërat me etiketë shqiptare. Mes 7 më të mirave, 3 janë kantina e Beratit, Chobe One, kantina Alpeta dhe kantina Pupa. Berati është qyteti kantinave dhe një herë në vit mbledh kantinat shqiptare dhe më gjerë në festivalin e verës Wine and Stories of Berat. Berati si simboli i turizmit shqiptar, e dini se çfarë është më e bukur. Berati shpesh është i zgjedhur si imazhi përfaqësues në artikuj dhe promovimet e Shqipërisë. Fotot e qytetit me shtëpi të bardha dhe dritaret karakteristike përdoren në kopertinat e shumë artikujve ndërkombëtar, duke e bërë atë një simbol të turizmit shqiptar. Edhe kur një shkrim flet për 10 qytete shqiptare, kopertina i takon Beratit.